Një pjesë e fshatit Rogov tash një kohë të gjatë po përballet me mungesë të ndriçimit publik. Rrugët në këtë zonë, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes, mbeten në errësirë të plotë, duke krijuar vështirësi dhe pasiguri për banorët. Pamjet e siguruara nga ekipi ynë tregojnë një segment të gjatë rrugor pa ndriçim publik, gjë që po shqetëson banorët e kësaj ane. Po na si banor këtu unë për vete pa foli vetë, që një 2 javë nuk kem ka shoh drita këtu. Po nashta ka pas përpara, mos janë nol. Po në herë për herë edhe rrugë të në të rrezikshme se pa drejt normal tu në qendër të katunit. Tu ka fëmijë, ka 2 vjetër, ka të që e problemet. Po se ku janë dritet nuk e di, pse që të lëshume këtu. Mes tjerash, Shala u bëri thirrje institucioneve përgjegjëse që të ndërmarrin veprime sa më shpejt për zgjidhjen e këtij problemi. Që të drejtat në rregullojnë që në qendër, qendër të katunit. Po 7.000, po çdo se mune i kom bërë 7 kësër vjetë, në më gjetë në esanë se nuk bëhet që është problem, a më thmija. Banorët shpresojnë që kërkesat e tyre të dëgjohen dhe që ndriçimi publik të rikthehet sa më parë, në mënyrë që të garantohet siguria dhe lëvizja normale e qytetarëve në këtë pjesë të fshatit.